nuk e kom këshyrë. Jo, shpend, e di që ka të bëhan në 8:45. Mbrëmje, kom dalë telefonin, po jam dalë kom pi kafe, edhe kom në telefonin kështu, edhe kom dasht, edhe kom llogaritë tash 9:30, do më thonë përfundan 9:35 seriali, edhe të shoh po më thirr dikush ajo. Edhe thirrja e parë u kanë e Mirjetës, do më thonë bashkëshortës, edhe se thash këshyret pëlqen mirë, pëlqen tregama. Çka tha gruaja? Sa i kishë pëlqyer shumë, thash okej, pa shajt adin ndryshe, adin po së do më abo qefje, se më shike pak që jam stres. Edhe pash që komentet, tani ma në rjetet sociale, pash që të vidja... Kësh përthy? E kishë bot vetën, edhe me shumë qeptë, me zisë kom prit me arë koha me zgjiru epizodën e dytë. U kanë fati mirë, falenderoj shumë publikun që më kam pëlqy, më ka mirë prit, sepse shpend, unë thashtë edhe ma herët që ka njëherë është shumë e randë për neve nëse na paracitimi çdo javë, para publikut edhe publiku nuk të pëlqen. Do më hanë është nota ma negative që mund është me marë si aktor. Adhe kër e di që nuk po të pëlqejet puna jote. Kër e di që puna jote po pëlqejet, atëherë ti me zispret me arë java dhe me gjiru tje. Unë mundona maksimum e shiu, për sidomos vikendin që e kemi me serial, dhe di që publiku e pëlqen punën. Edhe nuk ka sen ma të mirë kër e din që publiku po e pëlqen punën tonë, se fundin as punojmë me shpend për publikun, edhe kemi qef që ata me u knaq me punën tonë. Dhe pastaj rezultatit knaq hala ma shumë, ti inspiron hala ma shumë. Unë e di që te vidja për momentin është u pëlqy shumë, edhe unë dina shumë mirë, ndoshta na bisedu më dhe ma herët që dim që nuk ka qenë dhe fort e letë për marrë vendimin me lujtë të vidën. Mirë po tash ndina ja zakonisht mirë është, dhe më thonë ndoshta kom haru kër e kom pas mjekën që kërë. Për të vidën për të bjerë me uru ma shpesh, a? Sigurisht, edhe po e bëj me shumë qef, besa që e bëj me shumë qef, se e di edhe po e kuptoj çdo ditë që publiku është dashur edhe është seni më i mirë dhe falenderoj shumë që e pëlqejnë kaq shumë të vidën, por nuk është vetëm meritë jam, ja normal është një ekip shumë e mirë, mos harrojmë është një skenarist i jashtëzakonshëm si Ardi që e bën një punë jashtëzakonisht të madhe, se kanë herë ndoshta harrojmë që nuk e bojna vetëm na këtë punë, domethënë janë regjia, është produksioni, janë njerëz të teknikës që na i dojnë edhe i kanë herë i maltretojnë ama shumë ti kanë me manat. Shikuesi thjesht që është serialin se një emision nuk e vlerëson shumë pjesën teknike, po mundohem që shumë shpesh ta them që produkti final është fal teknikës, a? Definitivisht. Edhe po mendoj që është mirë edhe unë e knaqna kur e di që për me po pëlqejet puna jam. Është fati mirë që i kam partnerët jashtëzakonshëm, është Ryva, është Donati, Dia. A ka qenë Dia në emision? Jo, nuk ka qenë ende. Ende, Dia të bërë pa tjetër. Ka energjit mirë, domon Dia nuk vjen, së në çdo herë për intervista. Dia nuk ka shans me ardhë në prova apo në gjerim, nëse nuk ka në qana e qokolada në diçka, së unë do më thonë des mas qokolada. Edhe është fantastike, Ryva një kësisht, dhe më thonë Ryva pas jelë na i ambëlsira, na i gatin me diçka, unë çdo herë thiri, dhe mos si të kena prova, e thamë, alo, Ryva, mos ki sonte diçka me na prova. Ajo është nona e gatimit e ambëlsirave. Edhe i banë fantastike. është Donati, është Negji, Muqis, Negji, prej Tevës, edhe Behari, Sara, janë një ekip fantastike. është një energji shumë e mirë, shvend, ti kupton edhe ma mirë sepse din që na punojmë në grupë edhe di se sa ka vlerë me kanë energji e mirë, energji pozitive, sepse vrejet me njëherë, kur diçka nuk është mirë... A suksesi nuk të rëmbush? Jo, kështu që kemi një energji të mirë, edhe një fatë që produksioni rrim brapa këti produkti, që unë jam jashtëzakonisht i lumtur që jam pjesë e këti produkti, këti projekti të mirë dhe që po pëlqejet mirë. Edhe poroj që ka me u pëlqy me sen interesant që ka me pru ndoshta edhe të vidja. Ka pasur shumë aktorë meshkuj që kanë luajtur rolet gravet, vajzave, po ishin disa periuda që dhezën disa u diskutuan shumë edhe pastaj u pëlqyen te publiku, po kaloi një kohë një periudhë gjatë që u dash me ardh butrinti me rolin e Tevides. Më thuaj pak si e pranove fillimisht këtë rol, kur tu prezantove vet apo sa ishte e vështirë për ty? Unë më të thonë drejten, normal që kom pas shumë stres në fillim e pranu rolin, edhe ju e dini që në fillim kam qenë të bashkallojke me një rol tjetër, edhe ndodhën disa ndryshime në serial, edhe u dash që butrinti me bo diçka të rej. Unë sigurisht e falenderoj me të vërtet Ardi, se Ardi u ka insistuar që unë me hyj me rolin e Tevides, edhe komendu, s'po thamë, nështë atë gjatë, shumë kom pas frikë të madhe, e pranoj, sepse nuk e kom ditë se qysh ka me u prit. Kom pas ndoshta
Thashë ndoshta nuk ju pëlqen publiku, to ndoshta pse duhet me lujt një mashkull për shembull, to s'ka aktore, femna apo diçka tjetër. Mi po sot absolut them nuk i bi peshmam se kom bo këto. Jam shumë i lumtur sepse tek e fundit na kemi profesion shpend edhe ndoshta sot e lujm te video, nesër në teatr, e lujm këtë rast në policë, kohën e Shakespeare-it, apo e lujmë një diçka tjetër, një mjek, një ku e diçka, edhe thjesht është e profesionit tonë. Në akademi jo rastisht trajnohemi, ose thjesht kryjmë studimet me përplot role, me që të përgatitni për jetë se çka na pret në anën profesionale, dhe jam kënaqur shumë. Epizodën e parë nuk e